Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonat e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Sot për Shqipërinë, unë për deti do ta ullë ta mori gjysmë këtijës. Po? Si ka mundësi që unë të rri pa Belinda Ballukun? Gjithë të investimit që në banë vjetër, që në basë në zonë në dorë të gjallës 15, edhe asë një nuk ba. Asë një nuk ba të punimet. E dyta, si mund të bëjmë na me gjitha të nga ka pru lushtrime familjes ati Kësavaj që ka drejtor i portit Dorësit. Se ata kanë pru për ta gjek, jo për ta majtë punë. Ne kemi pa ata ish ministrat e Kosovës, pa ne nuk du të një losë në ta gjë me vajza, burra e gratë Kosovës me një losë në Shqipëri. Jo që kisja ma madhe e jona. Po si mund të rriun pa Belindën, pa 3 herë, 4 herë, 5 herë ditët në lajtë. Nese, Po si mund të rriun... mirë pra, një minut. Lërën i ironit, nuk mund të flisti do të një mënyrë më të drejt për drejt? Të drejt për drejt, po të flenkrat. Po ironia nuk është drejt për drejt. Ta kipe pasër, ta janë një grup hajdutës, direkt, që s'ka në gjë pa babë Shqipëri. Qartë, unë ju falenderoj që sjellni në mënyrë të drejt për drejt me nivet tuaja, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Telefoni ynë 045 620 601, protagonist të vërtet ka qytetarin. Është larguar personi që qëndron në linjë. Presim telefonatën tjetër. Jemi në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve, ku kemi mundësinë të sjellim këtu çfarë gjykojmë të rëndësishme në fillimin e kësaj dite të re. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Vallaj s'ket që flet për këtë qeveri, ma qeveri hajdute. Ma qeveri hajdute, ku me plot bindje mund të thush që jenë 100%, kush është socialist, jenë 100% hajduta. Është e jashtëzakonshme, po dhjelën në 4 anë të Shqipërisë, edhe Edi Rama rrejnë të shtetë akoma. Si ka mundësime? Kjo është tupi Zotit, kjo është fatkeqësia më e madhe e kombit shqiptar. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju reagimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, ulni pak zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, po. Dëgjojmë atë Gjonin, ti çajë të gazetave. Po? Për të paguar atje për reformën ku ministrin, 2 milion. Po, ishte një lajm që një prononcim i tij që thoshte duhet të rrethojmë kryeministrin dhe secili deputet të paguajë nga 1.500 euro për të mbajtur atje me bukë dhe me ujë protestuesit. Po, ta dëgjojmë popullit e mirë. Po? Të çuat popullit ta rrethojnë atë Gjonin, ta rrethojnë një çfarë ka bërë këtu në Shqipëri. Ta rrethojnë një atë shtëpinë atje dhe gjitha ata deputetët aty, serbë, vrasës që kanë vrarë, këto 35 vjetë me në Krye Karagjishin aty e thërati zotërisë. Ke 30 vjetë që ka qenë gjykatë, qa ke bërë, vetëm ke vrarë, ke vjetë, ke shkatruar. Kur i desoj, kur i thëra të fjasë, do ngrihet kjo popull, që po zjenë, sa ka filluar dora e vjerishtemi. Ka që thë, një pamshë, falenderit. Në pashim bashkë, vazhdojmë me të tjerët. Kemi akoma mjaft minutat të tjera në dispozicion në ditën e sotme për zëret e qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Si gjithmonë edhe sot një thirrje për protestë ditën e njëjtë në datën 30, ora 10 para parlamentit. Në mos gaboj për minatorët dhe pensionistët kryesisht. Për minatorët për miratimin e ligjit për minimumin jetik. Po, përse do bëhet kjo protesta? Një minutë, ta marrim më shtruar. Përse do bëhet kjo protest? Kjo protest do bëhet për miratimin e ligjit për minimumin jetik, për të gjitha shtresat në nevojë. Po? Për pensione dinjitoze. Po? Për uljen e kostos së jetesës. Po?
për miratimin e statusit të minatorit dhe të gjitha profesionet e vështira që kanë qenë në vendin tonë, do me thënë, shumë profesionet të vështira nuk janë vlerësuar. Shtojnë të gjitha mediat. Pra nuk thirrja juaj nuk i adresohet vetëm minatorëve dhe pensionistëve, po të gjithë qytetarëve. Të gjithë shtresave në nevojë, Konispol Vermosh, të gjithë janë të lutur të marrin pjesë në protestë. Në çfarë date, në çfarë protestë do të jetë që më ndryshe, jo vetëm e minatorëve, jo vetëm e disave, po e të tërve. Po në çfarë ore dhe në çfarë vendi keni vendosur ta bëni këtë protestë? Ora 10 para parlamentit. Para parlamentit janë të lutur të vinë të gjithë, sepse ne shohim që kemi në grev urije naftetarët, kemi në grev minatorët e Spaqit, minatorët e Burqizës para disa dite bërën grev që na kanë marrë këto kompanit turke që gjoja punojnë gjithë vitin, në fund të vitit bëjnë bilancën si kur dalin me humbje dhe qeveria tonë prapi subvencionon. Ne kërkojmë të drejtat e të gjithë punojnësve, do me thënë që e kemi hapur qik për të gjithë dhe duam që të gjithë të vinë. Ose qofte edhe për një gjë për shembull, që ne kemi bërë një kërkesë për abonet falas, ne i bërëm për gjithë pensionistët ku ka urban ndërqytetas. Vetëm kryeministri dhe ai famshmi Erion Belia atëherë i dolën dhe e trumbetuan sikur e bërën ata. Në fakt, Kamza qarkullon në internarin e Tiranës, që ato taksat e atij vendi në Tiranë i paguajmë ne, qytetarët e Tiranës, dhe ne nuk hipim dot në autobusat e Kamzës, se janë këta grosistët. Pra ka mjaft probleme të cilat ju do t'i trajtoni nëpërmjet kësaj proteste duke ngritur zërin. Gjitha problemet do mundohemi t'i trajtojmë te kjo protest atje, prandaj. Dhe cilët janë na juaj po na ndihmuat me mediat të na vinë dhe mediat të na pasqyrojnë. Më shumë do kisha dëshirë që të ishin të ndjeshëm qytetarët për këtë thirrje, përpara mediave. Ndërkohë edhe një gjë tjetër për të saktësuar, kush e organizon këtë protestë? Këtë protestë e organizojmë ne, grupi nismëtar i ish-minatorëve, kemi dhe mbështetje nga këta të rinjt në një grup të rinj. Pra, nuk është një protestë politike, do të them. Jo, ne kemi vetëm kërkesa ekonomike. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu këtë zërin e nismëtarëve për një protestë. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta që na ngelën në mëngjesin e ditës sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Dishte me vënë menimin tem. Po, urdhroni. I pajësirë Altin Demonit, mos t'japi llogari në parlament politikanë, po të kërkojë llogari deri një. Në parlament, kështu është ndërtuar sistemi. Në parlament ai jep llogari, kurse e kërkon llogari pastaj kur janë të akuzuar. Po të kërkojë llogari deri një se janë gjithë pronat tona. Gjithë ato janë të administruaj kanë gjavë. E dita, jemi nga Malësia Lezhë, 5 minuta e kemi Lezhën, drita një javë nuk kemi, as i dit, as kemi drit, as kemi uj, rjeti as për tokë që se ka vuen verhoxha, as ka i vleton shtelat, telat janë përferat, shko këtë drejtori, s'jep përgjigje, as t'jep llogari kërkosh dritat i paguj, e drita ja. Se pretën, isha, për menimin tem, Krye prokurorja e përgjithshme e Shqipërisë duhet të jetë e Nicebon. Është një gru e zoja, është një gru si është e mëzheshme, edhe kanë respekt gjithë këta. Edhe shumë faleminderit për i teje. Faleminderit edhe ju që sillni këtu në ndëzimet tuaja nga realitetet tona. Vazhdojmë të presim telefonatën tjetër. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Dua të shtrojmë çik problemin e parlamentit të ditës së ka bërë përshtypje shumë Altin Domani. Po. Të paktën neve populli kemi patur shpresa dhe besim të plot 100% tek Spaku, te zoti Altin Domani.
Unë veti kam quar disa denoncime për gjyqtar, edhe për personin që më ka hyrë në tokën time private, tek ish kombinati i sheqer që është bërë fabrika e peshku dhe një kafe bar aty. Po denoncimet për vendimet e padrejtë ose sjelljet e gjyqtarëve, më fal, dërgohen jo në SPAK, dërgohen në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Po i kam bërë, jam proces gjyqësor. Po pra, kështu që SPAK-u nuk e ka në kompetencët e veta që të gjykojë këtë gjë. Jo, e kanë kompetencë vetë se ka hyrë me vendim të BKM-s të kryeministrit. Një minut, po ngatrojmë muhabetet. Unë po ju flas për ankesa, ju thati kanë bërë ankesa për gjyqtar. Ankimime për gjyqtar, po ato bëhen në Këshillin e Lartë Gjyqësor, nuk bëhen në SPAK. Në Këshillin e Lartë Gjyqësor e kam bërë, prandaj kam quar në SPAK për të ankimua për gjyqtarët. Po pra, në SPAK nuk ankimojnë gjyqtarët, po ju them. Ankimojnë, po si për denoncim, që nuk kryen detyrën dhe s'keni ligje gjyqtarë, si ku bë vrasja. Unë po ju them tani se si funksionon ligji, ju nuk doni ta dëgjoni. Më fal një minutë, tash. Vazhdojmë, presim në këtë minutën e fundit dhe i telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Ti lëm radhë të tjerëve. Lëni radhë. Atëre, i lutem atyre që marrin për ditë, i lën radhë dhe të tjerëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem flisni. Jemi banor i zonës Milotit. Po, urdhroni. Është bërë një investim para 6 vitësh këtu tek nyja e Milotit. Po. Dhe dritat që janë vendos, shtyllat që janë vendos nuk e ndes asnjëherë. Sa kohë ka që është bërë investimi që ka përfunduar? Ka mbi 5 vjet që nuk ndizen fare. Mbi 5 vjet dhe nuk ndizen. Domethënë një investim. Është bërë investimi dhe pothuajse është bërë i kot dhe shtyllat janë vetëm kot në rrugë. Sepse aty nuk ndizen dritat, kështu që investimi. Është liga kryesore që ndan për Kosovë. Po unë ju falenderoj që sillni këtë informacion të këtyre absurditeteve të realitetit ton, një realitet të cilin sigurisht dëshirojmë që të jetë më i mirë dhe mbi të gjitha të mos jetë kaq absurd në shumë aspekte të tij. Kemi përfunduar këtu bisedat e ditës së sotme, rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell tituj Tuneli Llogaras, BlackBerry e Vizberberi zbuloi aferën, futja në tender e ortakut. Emisioni në Shënjestër në News 24 trajtoi dje historikun e rrugtimit politik të ministres Belinda Balluku, e cila është në hetim nga SPAK për disa kallëzime penale të depozituara nga opozita. Qeveri arrogante, Zhupa denoncon në kuvend rastin e Prestige Resort, Gjoba u vu 3 vite pas shembjes. U vu nën presion nga qeveria, Tabaku kërkon debat urgjent në kuvend për sulmin e News 24, dëgjesa në Komisionin e Medias. Nga Anastas Angjeli botohet opinioni Stablecoin, ura mes financës tradicionale dhe botës së kriptomonedave. Nga Robert Martiko, tmeri shqiptar i studimeve, dije pa shpirt që pak i vlen dikujt. 4 ngjarje të rënda brenda ditës, vrasje në Durrës, Tiranë dhe Berat, tritol në Shkodër. Shpronësimet, lista me emrat e 273 pronarëve që kompensohen janë në shkrime titujt e cilëve vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Kalojmë tani te gazeta Telegraf, shteti duhet të veprojë ndaj krimit. Ministria e Brendshme nuk është agjenci funeralesh. Krimi jashtë kontrollit. Vendi tronditet nga vrasje dhe shpërtime tritoli. Policia e mbushur me patronazhistë dhe e përqendruar në gjobat e parkimeve. Flet sociologu Gëzim Tushi. Vrasjet këmban alarmi për shoqërinë, institucionet shtetërore duhet të veprojnë për zbutjen e problemeve sociale. World Justice Project rezon reformën në drejtësi. Brenda 10 vitesh u përkeqësua gjithçka. Në vitin 2015 kemi qenë në vendin e 52 në botë. Tani jemi në vendin e 105, një përkeqësim me 100% për një dekadë. Artur Metani, inspektori i lartë i drejtësisë, vjen opinioni respektimi i etikës dhe solemnitetit, misioni punës së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Nga Toma Gëllçi, botohet fejtoni ëndrrët e një nate vjeshte.
Gjergji Foto, gjithmondi djersa prodhimi arritjen e naftës shqiptare, përfunduar në xhepat e të huajve me shfrytëzim pa kriter. Luan Rama, historia e çamërisë nuk mund të zhbëhet nga tentativat negacioniste të Greqisë së sotme me mbyllje arkivash të fakteve. Berisha, 1 miliard euro të humbura nga inceneratorët dhe pazari i rilindjes me Qez, SPAK si avokat i vjedhjeve. Rama në Riad me lider botror dhe sipërmarrës, imagjinata dhe bukuria udhëheqin transformim dhe inovacionin. Janë disa prej titujve që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita. Zeqilandi Ramës, Albini dhe Saliu është një shkrim nga Lorenz Vangjeli. Çfarë lidh të thinjurin që me të tjerë bën betejë dhe me të tjerë qeverisë me ish komunistin e fundit të Evropës lindore dhe krenarin e gjunjëzuar të bukmisrit në Tryez. E Marta e Zez, një valdhune tronditse goditi dje 4 qytete të vendit. Pse ka qenat me shëndetësinë dhe arsimin? Dështimi Paul Manafort për të rehabilituar Sali Berishën në Washington. Legalizimi i lobimit me kontrata sekrete. Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet. Naftëtarët e bankers 15 ditë grev. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, udhkryqjet e zgjedhjeve të parakoshme. Bedri Hamza sërish kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër. Zyrtarizohet emërimi Libur Naliu, drejtori portit të Durrësit. Edi Rama, emri Hashimi do të mbetet për gjithnjë si emri njeriu që bën njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Janë disa prej titujve që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Dhe kemi sjellë kështu informacione të fundit përmes disa prej portaleve dhe gazetave online, por edhe me zëra qytetarësh në telefonin ton të përbashkët. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton, për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.